Të mërkurën mori rrugë për në zyrët e prokurorisë speciale. Ish deputeti Lidhjes Demokratike, Gani Geci, dorëzoi një kallëzim penal. Geci, këtë denoncim e paraqiti ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti e ushtruesës së detyrës së presidentes Albulena Haxhiu. Në të, ai përfshiu edhe të gjithë ministrat në detyrë. Sipas tij, Kurti bashkë me vartësit e tij kanë shkelur kushtetutën. Kemi dorëzuar një kallëzim penal kundër jam i thon kryeministit sepse ajo është në detyrë që 1-2-3 vjet. Edhe kundër gjithë atyne që janë duke shkel kushtetutën e Republikës Kosovës. Kushtetuta e Republikës Kosovës nuk është e jamja, nuk është as aty në kuvendit aty. Është e juaj e qytetarëve, është e Republikës Kosovës dhe duhet mbrojtë në gjitha mjetet. Ndërsa Gand Gjini, avokati përfaqësues i Gecit, tha se kallëzimi është bazuar nga provat e fakte, ndërsa i bëri thirrje prokurorisë të vendosë masë të përkohshme. Kemi një vendim të gjykatës supreme e cila jo ndalon deputetëve që në jetën kohë ta ushtrojnë postin e ekzekutivit. Pasi që kena parë që një vendim i ministrit e Kuran Murati ju është shfuqizuar dhe është pa e pableshme, tani bëjmë thirrje prokurorisë speciale sepse me mandat edhe me ligjin mbi kompetencat e prokurorisë edhe prokuria ka të drejtën të vendosë masë e përkohshme. Por ani pse dorëzoi kallëzim penal ndaj Kurtit, Geci u shpreh hapur që partia të cilës ai i takon të bashkëpunojë me lëvizjen vetëvendosje. Ne kemi thonë që jemi për koalicion edhe unë jam për koalicion. Sepse koalicionet ndërtohen duke pas besim, duke pas një bashkëpunim. Kë njerëz do bashkëpunim e kërkon, kë thot hajde bëjmë bashkëpunim, ndërsa në momentin e bashkëpunimit thot kimi apo ç'është tamam. Mes tjerash, avokati Gjini theksoi se përmes kallëzimit është treguar se përveç keqpërdorimit të detyrës zyrtare, po keqpërdoret edhe paraja publike.